Muzeu Kombëtar i Fotografisë Marubi mirëpriti një ekspozit nga Alterazioni Video, një kolektiv artistësh italian të themeluar në vitin 2004, të cilët eksplorojnë territoret hibride dhe të turbullta të pasevërtetës, neuralizmit, të YouTube-it dhe teknologjive të deepfake. Gjatë një muaj të kaluar në safarit internetit, në një kohë ku Shqipëria po përjetonte një kalim dramatik nga mediat e vjetra të ato të reja, nga televizioni italian të internetit global, Alteraziano Video krijua një arkiv shpërthyes vizual prej më shumë se 600 polaroidesh. O Albania është një bashkëpunim artistik aksidental mes shqiptarëve, fansave apo kritikëve të rastishëm dhe vetë artistëve, si dhe një kapsul kohore një momenti kur teknologjia bëhet e mundur qarkullimin online të një versioni alternativ të Shqipërisë dhe pa dashje rishpikjen e vendit. Ekspozita kësaj natit titullohet Albania. Sigurisht shumë për ju do të pyesin mi titullin, apo mi ato se çka do shikoni në fotografitë e ekspozuar. Do t'ju rekomandosha, sidomos edhe të rive që janë prezent sonde, t'i marrin broshurat edhe t'a lexojnë tekstin. Në që është një tekst që nuk duhet humbur. Kemi fillu me një ekspozitë të quajtur Venus, kuruar nga Oleg Zheloshi. Pastaj kemi pas ekspozitën Riedzimit të pazarit të Shkodrës, kuruar nga Kim Nopers. Kishim një tjetër ekspozitë Homework, në bashkëpunim me Art House dhe partnerët e tjerë, në ekspozitë shpërndame në shumë hapësina të tjera në qytet, dhe tashmë në këtë të fundit. Muzeu do përgatitet shumë shpejt për të anuncuar edhe programin e vitit që vjen, i cili do të jetë vërtet befasues. Në vitin që vjen, Muzeu Marubi mbush 10 vite që nga inaugurimi i tij. E njëkohësisht ne do të festojmë edhe 200 vjetorin e lidhjes të fotografisë. Kjo ekspozitë erdhi e kuruar nga Sara Dolfi Agostini, një kritike arti dhe shkrimtare italo-amerikane. Ajo ka kuruar ekspozita fizike dhe online, komisione për art publik, performanca dhe programe digjitale, duke zgjeruar njëkohësisht fokusin e saj mbi kulturën pamore dhe politikën e përfaqësimit.